Skandali pa parë. Ofendimi me në Big Brother VIP. Fjolla shan nënën e Edit. Kuçi mbahet, por familja merr zjarr. Marrin masa ekstreme. Gjatë festës së fundit në shtëpinë e Big Brother VIP, banorja Fjolla Morina ka shkaktuar një reagim të fortë jashtë shtëpisë, duke përdorur gjuhë denigruese dhe fyese drejtuar Eduard Kuçit, e cila, sipas titujve, përfshiu edhe ofendime ndaj nënës së tij. Menjëherë pas ngjarjes, familja Kuçi lëshoi një deklaratë të ashpër, duke dënuar sjelljen e Fjollës si shkelje të drejtpërdrejtë të dinjitetit njerëzor dhe ofendim të rënd, duke theksuar se Edi nuk kishte provokuar as pa. Familja vuri në duke qetësinë e Edit si një akt dinjiteti dhe vetkontrolli, duke ndaluar situatën të përshkallëzohej. Familja Kuçi bëri thirrje produksionit, duke deklaruar se me këtë sjellje janë shkelur qartë rregullat e etikës televizive dhe të vetë formati. Ata kërkojnë me insistim që produksioni të trajtojë këtë rast me seriozitetin maksimal dhe të marrë masat e duhura ndëshkuese, për të vendosur një standard të qartë sjelljeje në program.